Ky është një kërcënim, sepse në fakt Rusia nuk i ka ato kapacitete sot që të pushtoj të tjera teritore për te 4 republikave ose 4 rajoneve, por është një min mesahat që i vjet procesit të negocimit. Natyrisht që Shtetet Bashkuara deri tani të pak nga kaluar gati një vit, nuk kanë asnjë rezultat, kanë bërë disa tentativa dhe arsye vetme në gjykimin tim është sepse nuk kanë ruajtur neutralitetin në këtë çështje. Çështja thelbësore është kush është agresori. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë të qartë në negociata se kush është agresori, se kush ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Këtë pyetje e ngri dhe vetë faktori amerikan? Po, e ka ngritur, e ka deklaruar. Në cilin moment, sepse është... Në debatin që është bërë, po e mbani mend, e para kemi deklaratën e sekretarit të mbrojtjes në Mini, i cili tha Ukraina t'i harroj 4 teritoret, 4 rajonet, në muaj shkurt. Pas asaj u bë takimi në Shtëpinë e Bardhë, ku presidenti Trump akuzoi Zelenski për nisjen e luftës. Plani që u bë me 28 pika parashikon dorëzimin e 2 republikave, direkt dhe Krimes, si dhe vendos një buffer zone për 10 vjet, e cila në fakt nga pikpamja ligjore legjitimon dhe 2 republikat e tjera, sepse vendosja e vizë ndarse do të thotë që dhe 2 republikat e tjera ose nuk i kalonin direkt, por do të ngeleshin nën kontrollin rus. Pra, të gjitha këto vënë në diskutim legitimitetin Ukrainës në këtë luftë. Ky është precedenti më i rrezikshëm në arenën ndërkombëtare, aq më tepër që një fuqi si ç'është SBA-ja në këtë situatë ku edhe në mandatet e kaluara në drejtimin e Shtëpisë së Bardhë e ka mbështetur Ukrainën, tani vendos në dyshim se kush ishte iniciatori i kësaj situate. Sepse në momentin që vën në dyshim kush është agresori, natyrisht ka konsekuenca ligjore. Pra, në rast se ndodh një agresion përveç të drejtës së vendosjes, të mbrojtjes, që është e drejtë universale sot, dhe që presupozon lirimin e gjitha territoreve, është ai që thuhet një paqe e drejtë e gjatë, do të thotë që agresori të quhet agresor, ai që është pushtuar të quhet i pushtuar, viktim, të çlirohen territoret, por agresori në fund duhet të paguajë të gjitha dëmet që ka shkaktuar. Dhe në fund agresori duhet t'i ulën kapacitetet në mënyrë të tillë që mos kërcënojë më vendin viktim apo një vend tjetër, që do të thotë ka pasoja. Tani po dyshoj se kush është viktima dhe kjo është pikërisht ndryshimi i kësaj retorike se kush është viktima ndryshon të gjithë skema ose të gjithë narrativën e vendosjes paqes. Jo, nuk mund të vendoset paqja pa u deklaruar qartë kush është agresori. Dhe po e mbaj mend. Ndikon vetëm tek momenti ndjesjes të ndërpres, tek momenti ku mund shkon një lloj marrëveshje për paqe të qëndrueshme, apo për gjithë shkrimin e historisë. Si nisi kjo luftë? Lufta nisi me agresion. Nga? Nga Rusia. Pse vihet në dyshim kjo gjë? Sepse vihet akoma në dyshim. Vihet akoma në dyshim që nuk e nisi Rusia, por e nisi Ukraina. Dhe përmendin 2 marrëveshjet e Minskut. Pra mos plotësimi i marrëveshjet e Minskut nga Ukraina, që është e vërtet në një farë mase, detyroi Rusin të krynte një agresion. Jo, agresioni është i pajustifikuar në drejtë ndërkombëtare, sepse vendet që janë anëtarë të OKB-s kanë firmosur nenin 2-4 të kartës OKB-s do të zgjidhin të gjitha kundërshtit në rrugë paqësore. Pra, agresioni nuk ka asnjë mundësi të justifikohet. Nuk ekziston asnjë rrethan që të justifikohet agresioni. Justifikohet vetëm vetëmbrojtja. Mbas, atëherë kemi pasur një akt agresioni nga Ukraina që Rusia të vetëmbroj? Jo, nuk kemi pasur. Kemi pasur kundërshtim lidhe me Minskun. Por Minsk 1 dhe Minsk 2 ka ndodhur se njerëzit harrojnë mbas aneksimit të Krimes. Pas 2014. Pas 2014. Pra aneksimi i Krimes ka ndodhur në shkurt dhe në Minsk 1 Minsk 2 ka ndodhur në gusht apo në dhjetor të vitit 2014. Pra, që do të thotë që agresioni ka nisur përpara Minsk 1 dhe Minsk 2. Prandaj duhet të qartë. Nëse nuk qartësohet kush është agresori, kush duhet të qartësoj fakti që vjet në dyshim
Deri para Një një moment viti i kësaj në natyre? administratën amerikane, kjo ka qenë e qartë. Apo në shtetet europiane, jo vetëm shtetet europiane, po themi dhe Turqia, e cila mban marrëdhënie të mira me Rusinë, e ka të qartë që kush është agresori dhe deklaron integritetin territorial të Ukrainës. Dhe India, që është partneri më i fuqishëm bashkë me Kinën, tregtar i Rusisë, e ka të qartë kush është Është agresori. retorika më e rrezikshme, besoj, për te asaj që kryet presidenti në arenën ndërkombëtare për aneksimin. Është retorika më e rrezikshme dhe në një farë mënyrë kjo fshihet me një lloj përdorimi të termit operacion special nga Putini dhe nga elementë të tjerë të cilët në fakt ndoshta e bëjnë dhe pa qëllim. Unë kam vënë re që e përdorin dhe në Shqipëri në disa raste, por ndoshta e përdorin dhe pa qëllim, nuk Operacion dhe agresion janë operacion katërcipërisht të kundërta. Operacioni special është i niveli taktik ose operativ, kurse agresioni është akt në nivel strategjik. Problemi që ndron që Putin e përdor termin operacion special për të justifikuar agresionin. Pra, sa herë që përdorim termin, nëse përdorim termin,